Na tregoni diçka për vlerën e leximit të Kuranit. Kur flasim për vlerën e leximit të Kuranit, një gjë duhet ta dimë se Kurani është libri i besimit, libër bazor i besimit islam. Është kushtetuta e islamit. Është statusi i islamit. Ajo është i gjithë Kurani. Tash njerëzit për leximin e Kuranit ka fjalë të ndryshme. Mundemi me fol edhe fjalë të cilat kanë fol dietarët rreth Kuranit. Dietarët musliman edhe jo musliman. Edhe kur lexon dikush një libër, krenohet. Pse krenohet? Se librin e cilit autor e kam lexuar. Për shembull, unë lexoj një libër një autorit thjesht, një gjallë i ri, ndoshta në shkollë mesme apo në fakultet, e ka shkruar një libër të vogël, thon e kam lexuar filan librën. Ama qetri thot unë e kam lexuar Nietzschen, a qetri thot e kam lexuar Dostojevskin, e kam lexuar Ibn Taymin, a qetri thot. E kështu secili krenohet me atë çka ka lexuar. Po krenaria më e madhe është kur e lexon njeriu Kur'anin. E pse lexojmë Kur'anin? Nga se është fjala e Allahut. E tash të flasim na vlerën çka e ka leximi i Kur'anit, tash mos gjanohemi me dalë në tjera tema të ndryshme, na kena fjalën të vlera si ibadet, flasim si adhurim. Për vlerën e Kur'anit ne nuk mundim me fol fjalë ndryshe fjalë dietarëve, përpos çka ka thonë Allahu edhe çka ka thonë Muhamedi alayhi salatu wasalam. E tash fillimisht shkoj me disa fjalë, disa ajete ku Allahu çka ka thonë për Kur'anin, unë vetëm se do t'i lexoj si shpejt. Inshallah. Alladhina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bih. Ata të cilët ne u adham librin, e lexojnë atë ashtu siç duhet, ata e besojnë atë. Ajeti i ditë, do t'i dëgjosh ajetet edhe më në fund do dalim me një rezume të këtyre. Ajeti i ditë thot: "Wa idha quri'a al-Qur'anu fastami'u lahu ansitu la'allakum turhamun." Kur të lexohet Kur'an, dëgjoni që ju ta fitoni mëshirën e Allahut. Ajeti i tretë thot: "Innamal mu'minuna alladhina idha dhukira Allahu wajilat qulubuhum." Besimtarët e vërtet janë ata të cilët kur përmendet Allahu rënqethen zemrat e tyre. Wa idha tuliyat alehim ayatuhu zadatuhum imana. Edhe kur ju lexohen fjalët e Allahut, atyre ju shtohet kush? Ju shtohet besimi. Qetra ajet thot: "Innal ladhina yatluna kitaballah wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur." Ata të cilët ju adham na librin, e lexojnë atë, edhe japin nga ajo çka ju kena dhënë na, msheftës apo haptës, ato janë duke e bën një tregti e cila nuk ka të shterur. Më një ajet ka thonë, e besojnë ato çka lexojnë Kur'anin. Ajetin tjetër ka thonë, do të jenë të mëshiruar. Ajetin tjetër ju shtohet imani, ajetin tjetër thot e fitojnë apo bojnë tregti e cila është e pashtershme. E gjithë këto kur ti kanalizojsh më në fund del se ti e kije shpërblimin e leximit të Kuranit në baza të ajeteve të cilet i lexuam. E tash, në këtë kontekst, edhe Muhamedi alayhis salam i ka nxit sahabët me lexuan, na ka nxit neve, na ka motivuar duke na treguar për shpërblimet që do të ketë ai lexuesi i Kuranit. Çka ka thonë? Ka thonë: "Ikra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti shafi'an yawm al-qiyamah." Lexoni Kur'anin se ai do të jetë çka? Ndërmjetësues për të erë ditën e gjykimit. Për ku ndërmjetësues? Për me hinë në xhenet. E Zotë na pse i bojmë këto adhurime? Pse mundohemi? Pse lodhemi tash në Ramazan, agjerim, teravih, zeqat, namaz, mëthave, tash këtë adhurimet, qëllimin ta fitojmë nesër xhenetin. E për me ndërmjetësuti një prej gjërave që do të ndërmjetësojnë, do të jetë edhe leximi i Kuranit. Pastaj çka ka thonë Muhamedi alayhis salam? Kush e lexon një harf, një shkronjë të Kuranit, ka thot shpërblim, sevap për te. Po për çdo harf nga 10, shpërblimet në Islam janë me 10. Shpërblimet janë me 10, dënimi një me një shkon. Pastaj hadithi tjetër çka thot? Thot sura Bekare edhe sura Ali Imran. Të dijet nëse i lexoni besimtar, në ditën e gjykimit kanë mi dalë si mjegulla. Do të jetë privilegj për këtë se ki ka qenë gjithmonë i lidhur me Kuranin apo lexues i Kuranit. Pastaj thot Muhamedi alayhis salam,
Kur flet për shtëpinë, harmoninë familjare, ka thonë se më një shtëpi në të cilën të bohën njerëzit, lexojnë Kur'an, aty do të jenë të mbuluar me krahët e melekëve. Aty do të ketë qetësi shpirtërore, aty do të ketë mirëkuptim, do të ketë rehati. Pra harmonia familjare në shtëpi krijohet duke u lexuar Kur'an edhe duke u bën ibadet aty. Mirë po, në shtëpinë në të cilën nuk lexohet Kur'an, nuk ka asgjë prej Kur'anit aty, dëgjohet vetëm muzika, vetëm gjëra të cilat e degenerojnë shoqërinë, e aty nuk pritet me pas hajër edhe bereqet në atë shtëpi. Kurse shtëpia në të cilën lexohet Kur'an, krijohet harmonia edhe qetësia familjare. Edhe Muhamedi alayhis salam ka përshkruajtur një njeri i cili nuk din asgjë për Kur'anit, nuk e din as një sure. Ka njerëz muslimana, ama nuk din asgjë, as një sure. Thuaj kuluvallaj, nuk e di kuluvallajin. Ky njeria, sikur ajo shtëpia e rënume, e lanme. E ke pa do shtëpia të vetra kur zbanojnë njerëzit, e kanë lënë ngadal shkatrohet, prishet, nga vetiu ajo demolohet ajo shtëpi. Kështu thot është ai besimtari i cili nuk din asgjë nga Kurani. E tash më një tjetër hadis e ka përshkruajtur Muhamedi alayhis salam, thot besimtari i cili lexon Kur'an është sikur ajo pemë apo portokalli të themi, i cili edhe aromën e ka të mirë, edhe shijen e ka të mirë. Po besimtari i cili nuk lexon Kur'an, ai prapa është besimtar, prapa musliman i mirë, këtë mundet mi pas, shijen nuk e ka të mirë. E ka përshkruajt apo e ka krahasu me hurmën. Hurma e ka shijen të mirë, i ka vitaminet, gjitha të mirët i ka, ama erën nuk e ka të mirë. Po ka dhe munafik të cilët lexojnë Kur'an. E munafiki i cili lexon Kur'an është sikur ajo bima apo ai fruti i cili erën e ka të mirë, ama shijen e ka të edhët. Ka disa bimë, erën e kanë të mirë, shijen e kanë të edhët. Ai me munafiklëkun e tij mundohet mi mashtru njerëzit, se unë po lexoj Kur'an, lexon Kur'an me parë, në për gara mundet me marr pjesë, mundet me qenë një garus i madh i Kur'anit, në për gara ndryshme, po mundet me qenë edhe një munafik, ku me ditë mbrëndësinë e tij çka e ka vetëm për punë financiare dikush e ka, kupton, të lexoj Kur'an, të përfitoj nga Kur'ani, kurse ana tjetër ka dhe nuk e fal namazin. Ka edhe asaj raste. E këto janë sikur ajo bima e cila erën e ka të mirë, ama shijen e ka të edhët. E munafiku i cili nuk lexon Kur'an, është sikur ajo el utruje, ajo bima, nuk e di tash pse për momentin s'm kujtohet, si ajo bima e cila, apo ajo fruti, i cili nuk ka as shije, as erë të mirë nuk ka. Allah i na rujt.